Hajde atë. Pas të bëhat dhe. Shko pas të kjo. Shka ka nga kjo buke së pas të shumë? Shumë. Pse, ako kaftofa? Se vnova pak më herët, po heka dhe më zdjejkët, thash. Po, më zdjekët, ama... Suaj ka qështu. Pse, shumë ko kaftofa? Shumë eftoft kana, ku a gjerot me këtë bukë të kalëzën? Po, apo do, pe bukës teme, nashta është pak më nxehtë. Leve që tash leja, ha buk. Ku ka në ki? Po, kish dalë me shok edhe nuk vike për syfër. Që shve me shok? Në vak syfiri me shok? Po, hajtë bre leje se i ri është lelet knaqët. Po, kove mu knaq? Aj vak syfiri me shok të net. Hajtë se vlomat vogël e ki, dush mi shku pak për qefi. Po, qfar qefi, be? Syfiri është i bërëqeshëm edhe krejt duhet mu ka në shpi. Ja, dhe bas buka nuk të shkët e porqas. Hebe, Muhamedin, dikush se kas që të buk të ftoft me hangër. Vën se mu kam falenderus për Zotit. Po, dhe po, kur jenë nga bim ti, din mirenit fjallët. Ku keve ti sot me saba? Lushmi, unë mledhe me shok. E më vëns të me ardhë me hangë sifir, ty me shok të mledhe, sha? Pa i pëse zbohet name për një dhe që s'hangra buk. Jo që bohet nami, po në sifir, vak sifirit dush në shpi më kanë. Sifiri është i bërëqetshëm, kofte dhe një gotë ujë me e pi. Aj, se zma dhonë sajnë dhe të i lelë. Po shkaj të bobe, o e gzona. Po shka me bo, më rëshit i pidore, pa dashje. Po ku i pa të mend? Po vënoj e menën pak. Po pa dashje jam të ta. Je, pa dashje thoj ka. Unë jam të tanë, vënoj e menën. Bre, Muhamedin, vën se mu qume një muti veç kisha dit me bërtit. Po di me bërtit se, ti thënë në tona sene, ki këtu, u ka bo për martes, as nuk livrit, as me kryna i pun, as me punu, as kur gjo hiq. Bone ma. Po shkaj të qitë e martesa veç pse i robardoki pidore. Jam të qitë muhabetin të martes, se si zalangurje bo, krejt halëzër pret. Te bistik fati, s'ka kemi i zalë Allah. Mos folë që shu se, të heke kryt, a more vesh. Hej, ka dal një be, që të sono, me anis krejt me bërtit, ta është kejta gjerushëm, jena me anis se cilin veti me bërtit, qka bot këto? A të shka, bani shka doni. Unë po dal, deri një iftarë s'un keni, se doni me m'plaus, ma. Selam alaikum. O, aleikum selam. Je mirë? Që valla, ti a je mirë? Alo, jo me kësha flejt e shparzit, dore po kështë të falna. Ani mirë, a ki bo? Qa s'ka në ta? Jo be, mirë jam. Mos po në tokë është që je mirë. Hajtë se, kalon. Veç inshallah nuk është një sen shumë keq. Jo be, për di shmëri që shto.
Hajde, se kaluse. Ma gjërim që shpo kalon. Abe mira gjërimi, po mledhen krejta senet edhe po plas më njeri. Po ti ka në nervos që e tu agjërua? Jo nervos që jam të agjëru, po dyqysh kur ja agjëru shumë tama të këqijat ndodhin. Muhamedi, po mbe sabër pak. Po munona me bo sabër, ama prap dyqysh veç kur jam agjëru shumë nervozona, bërtase, ko di shka. Nga vjem, agjërimi nuk është veç mësme hangë mësme pitë ditën. Agjërimi mbron edhe prej shumë seneve të këqija. Po ama pse bash kur ja agjëru shumë ndodhin krejt qëto sene? Nuk ndodhin këto sene se ti agjërushëm, po ti i zëmadhon se s'ki durim. Po jo që s'kam durim, po Jashtë Ramazanit nuk nervozojnë qëto sene, se ki durim. Nuk të intereson fort çka fol, çka ban. Ban durim, durimi është dritë. po jo be se dyqysh. Ngom ti mu, Ramazan ruhesh prej fjalëve të këqija, prej veprave të këqija, prej shumë seneve ruhesh edhe bosh një njeri tjetër, e për ata në herë dhe plas. E veç shtoj e durimin, shtoj e ibadetin, një mon pun të shpijes, ki me pa vetë ndryshimin. Ka me umunu, që ka me thonë? E po, hajde se po qonë atë lezoj po Kur'an të risa thire e zanë. E shifem. Egzon, lej, veç pak, lej. Po veç ti që dhe në kuzhinë edhe. Atë se i qonë masane, ullu të folë me diçka, ullu të folë me diçka. Shka pas ka? Ala je nervoza? Ta është dyqysh u këfjela dhe o të më hangër diçka në barkë, një loj ndërgjegje o të më hangër. Abe Muhamedi, në ketë jena agjërushëm, po nuk po duhesh me te pru që ka shumë. E di valla Egzona, e di. Nuk u të eshtu në qashtu të silna me juve. Po du t'jesh ma i kuptushëm me mua. Edhe unë po mununa ma të mirën me bo me ty. Unë po të kuptoj, ama se cili sen po më nervozon, dyqysh gjithë shka nerva të më shku. O Muhamedi, agjërimi nuk është veç me mojtë barku në shprast. Agjërimi është ta kontrollosh veten, të kish durim. Edhe ta ushqesh shpirtin me gjana të mira, me vepra të mira. Po, nuk pe di që ka po ndodhë. Unë vend se me u përmirësun këtë muj, unë po shkoj veç keqe ma keq të u bo. Munoju këtë muj me shfrytzu me vepra të mira. Mos e hup këtë shansë. Egzon, hajt falma, që ta jap fjallën që nesër nuk ka mu konë qështu. Qështu, agjërimi është edhe me fal një një tjetrin. E di, po nëherë s'po muj me kontrolu vetin. Në regull është që nervozohesh, po duhet mu munu me kontrolu vetin, e jo me reagu që ashtu shumë ashpër. E di, Egzona, edhe jam i vetëdijshëm që ti nuk i ki 12 dur tash krejt punë me i kry. Do po unë lypin kohë dhe durim. Më falë edhe njerë. Hajtë që po ta jap fjallin nesër, iftarin më bashkë kena me përgadit. Ane, sot do në durova, nesër unë kam u nervozu, ti keme më qëtësu. Di shka, pa në shka të do një bërë e gru, unë shkova të falit arabi. Po mirë ka na konë edhe na me shku më u falë. Apo shkojna? Hajtë.